Përshëndetje miq. Në 5 vitet e fundit, a keni dëgjuar në për studio televizive që ndonjëri prej këtyre gazetarëve, analistëve të drejtoj gishtin e përgjegjësisë për kreta tha se çka ka ndodhur në veriun e Kosovës dhe të Mitrovicës për më shumë se 20 vite. Nuk keni dëgjuar. Vazhdimisht në për studio është akuzuar qeveria e jo Serbia dhe Vučići. E fundit, përpjekja e fundit që ka për të transmetu si talvje propozimin tim që ura me bukur mbi lumin Iber të ketë emrin Albin Kurtit. Ne si shoqëni kemi bërë shumë mirë kur kemi ndërtu shtatoren e Bill Clintonit në Prishtinë në shaj mirënjohje. Ka dhe shoqëri të avancume, sikur se është shoqëria suedeze që shtatore e mirënjohje i ka bërë edhe Kosovar Aslanit për kontributin në futboll. E për gjithë këto veprime në veri, ku sot qytetarët shqiptar nga periudha kur vriteshin e dëboheshin janë rikthyer në pronat e tyre dhe mbanesat e tyre, e po ndërtojnë e po hapin biznese ku nuk funksionon dinari Serbis, ku s'ka institucione paralele, ku s'ka targat Serbis, ku institucionet e Republikës Kosovës janë shtri në çdo cep të territorit të Republikës, ku ujmoni menaxhohet nga autoritetet e Kosovës, ku nuk ka kontraband, ku nuk ka krim, e qytetarët lëvizin lirshëm, njeriu që mundsoi këta me negociata, veprime institucionale që kanë mundsuar rend dhe ligj është Albin Kurti. E kjo ka kulmu edhe me rezultatet shumë pozitive të ndërtimit të urave që mundsojnë qarkullimin e lirë. Andaj gjithë këtyre që po bëjmë përpjekjet e fundit për të përqesh ose bullizu përpjekjen ose propozimin që një ura më e bukur mbi lumin Iber të ketë emrin Albin Kurtit, jam prej përpjekjeve të fundit para të dielës së 28 dhjetorit, kur qytetarët e Republikës, bashkë edhe me prezencën e Mërgatës, kanë me i dhonë një fitore plebiscitare kryeministit tonë. Faleminderit.